Edhe ka thënë një fjalë Ibn Taymija, do të thonë që tregon kujdesin e madh për pasimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë kullu qailin inma yuhtajju li qawlihi la bihi illa Allahu wa rasuluhu. Do secili që ka thënë një fjalë, do të thonë duhet sillet argument për fjalën e tij, ose duhet të argumentohet për fjalën e tij dhe jo me fjalën e tij. Nuk është argument fjala e askujt, por fjala e secilit duhet të argumentohet, përveç fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë secila fjalë e çdo kujt duhet të argumentohet për të dhe jo me të, përveç fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata përsëris? Pra secila fjalë e çdo kujt duhet të argumentohet për të dhe jo me të, përveç fjalës Allahut dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë kjo është fjalë madhështore që tregon kujdesin e këtij imami rahimahullah, edhe që është udhëzim për njerëzit, me të vërtetë duhet padyshim se kjo është fjalë e vërtetë. Edhe kjo e tregon madhrimin dhe dashurinë ndaj sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë për secilën fjalë duhet sillet argument. Nuk ka njeri të shenjtë, nuk ka njeri të pagabueshëm. Edhe fjala e askujt nuk është argument. Fjala duhet të ketë argument. Kurse argument është vetëm fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.